Nuk e dëgjojmë, vllai mas e dëgjojmë. Kjo që ke këtë? Nuk e dëgjojmë. Si Dorela. Nuk e dëgjojmë. Vllai ma nuk e dëgjojmë. Vllai mas të lutem na lidh pak audin. Të tuaj, nëse do tjetë Rozana, Laerti, Gjesti, apo Egli. Dhe faktikisht, ne vetëm 5 orë përpara se shkojmë në një lidhje direkte me ta, për të kuptuar më shumë rreth emocioneve që janë duke kaluar në këto orë të fundit në shtëpinë e tyre. Përshëndetje të gjithëve! Përshëndetje! Hello! Si po kaloni, si janë këto orët e fundit në shtëpi? Shumë emocionuese. Shumë të mira. Të mbytur nga emocionet. Na tregoni pak tani për emocionet që ndjeni me radhë, Rozana, Gjesti, Egli, Laert, për këto orë të fundit që po kaloni në një shtëpi që keni jetuar kaq shumë ditë. Emocioni më i madh, unë kam merak çik për Gjestin se kemi të vogël edhe jemi tu e rujt, domethënë nga momenti në moment se mund t'i bjerë të fikët, por ndërkohë emocionet janë shumë të mëdha, presioni i pulsit ton ka puls, po vjen dhe po rritet. Sa më shumë, sigurisht ajo që ne duam që të kalojmë sot është që të kalojmë një mbrëmje të paharruar, gjë që pritet na i sjelli produksioni i Top Channel edhe sigurisht publiku që do ta ndjeki besoj në Shqipëri, në Kosovë, diasporë dhe në gjithë vendet ku ka shqiptar. Ne me zo po presim, nuk e di. Trego pak në ti, si janë të orë të fundit? Shumë po mërzitna, po edhe po du me dalë edhe s'po du me dalë. Po mërë molli për shpinë, po të këshyrim. Shumë falënderit krejtë. Të këshyrim sonte. Si Dorela, shumë një përmallim brenda vetes, nostalgji, po përpiqemi të kujtojmë në rend kronologjik të gjithë kujtimet e bukura që kemi ndërtuar brenda kësaj shtëpie. Na dhem që do largohemi, nga ana tjetër jemi tmerrsisht shumë të emocionuar për natën që na pret sonte, për finalen e madhe. Jemi të sigurt që do jetë fantastike. Urojmë që t'i japim publikut të gjitha të shohun e bukur edhe të gjithë emocionet që pret nga ne dhe i falenderojmë shumë që na ka përsjell deri këtu. Laert, mësoj pak si është. Si është. Shiko, ne sot ditën e filluam me një branch nga Lori Kafe, kështu që ishte një mrekulli. I haruam për momentin që ato nostalgjit, po ta them unë si është, do më thëmë dje që na thanë të mblidhim roba, të bënim valigjen gati, është njësoj si, ke parasysh, ndajesh nga e dashura dhe duhet mbledhësh robat, edhe duhet shkon shpinë tënde, kupton, po... Përgatitesh për ndarje. Po, aty të rimëndja, të ke dashura prapë. Tani, mua më vjen shumë që nuk jap dot shumë detaje faktikisht për atë natën spektakolare që ju pret. Mirë, diçka mund ta thuash diçka. Imagjinoni dhe përshkruani në mënyrë perfekte dhe pa pasur informacion. Shiko, si Dorela... Do doja t'ju pyesja pak nga ana njerëzore, sigurisht që nuk e dini se çfarë po ndodh jashtë, nuk e dini se sa shumë njerëz ju duan, ju ndjekin edhe... Dhe i falenderojmë të gjithë shqiptarët, kudo që janë gjithë shqiptarët. Gjithë që na kanë mbështetur dhe votuar. Në kam. Faleminderit shumë. Kjo është për gjithë shqiptarët që na kanë mbështetur. Ju falenderojmë shumë, kudo që jeni. Faleminderit shumë. Keni qenë mbështetja më e madhe. Faleminderit. Të përfshirë në mbrëmjen e finales suaj janë, mund t'uleni, s'ka problem, janë edhe familjarët tuaj. Ndoshta edhe më shumë të përfshirë sa dhe ty, sigurisht keni qenë të izoluar. E mirë, nga këto na thuaj si Dorela dhe... Edhe ata që mbështesin jashtëzakonisht shumë. Dhe pavarësisht se mund të duket jo me vend që emocione mund të kenë ata më shumë se sa vetë ju që jeni protagonistët kryesor, do doja ndihmën tuaj për t'i dhënë familjarëve tuaj një mesazh përpara finales. Si do duhet ata vetë ta përjetonin finalen tuaj. Rozana, çfarë do i thoje për shembull Andetës? Andetës, se do vi Andeta? Po do vi, Dhe dima do vi Andeta, po si ta përjetoj ajo, si duhet ta përjetoj, sipas teje? Andeta duhet ta përjetoj si një udhtim në të gjithë kohrat tona që kemi kaluar bashkë, të fëmijërisë, të adoleshencës dhe të një momenti shumë deciziv në jetën time, siç është Big Brotheri. Big Brotheri është, si them, maratona e jetës time, kështu që Andeta në çdo moment, në çdo ditë që kam jetuar këtu, ka qenë bashkë me mua dhe sigurisht edhe këtë mbrëmje duhet ta jetoj njësoj siç kemi ndarë gjërat për gjys bashkë, do ta ndajmë dhe këtë mbrëmje bashkë.
si që përjetoj unë, me guxim, me dëshirën e madhe për ta vazhduar këtë mbrëmje deri në fund, edhe sigurisht me atë kënaqësinë për të përqafuar sërish të bashkë e për të vazhduar jetën. Unë i kam thënë Andetës shpeshherë që unë i kam dhënë trazira në jetën e saj, i kam sjellur shumë shi, po në fund fare Andeta dhe unë kemi ditur të kapemi për dore dhe të shikojmë të dyja Ylberin. Kështu që sot është një mbrëmje që mund të shohim Ylberin edhe natën. Super. Gjesti, kur bëhet fjalë për të folur për familje, mos më thoni që u largua, po do ta presim kur të kthehem. Egli, çfarë do i thoje ti familjes tënde sot? Unë do i thoja familjes time që nëse ata nuk do kishin qenë aq të fortë sa janë treguar, unë sigurisht që nuk do kisha arritur dot asnjëherë deri këtu ku ndodhem sot. Nuk do kisha prekur dot jo vetëm finalen, po shumë më larg se finalja. I falenderoj jashtëmase që kanë treguar një lloj stoicizmi, një lloj këmbgulje, një lloj besimi të tmerrshëm, të frikshëm tek unë, tek potenciali im, edhe kanë besuar tek unë, edhe ashtu njësoj si që kanë treguar të fortë për gjatë gjithë këtyre 4 muajve për të përballuar gjithçka që mund të ketë ndodhur me mua këtu brenda, dua që sot të ndjejnë një lloj shpërblimi për të gjithë ndoshta emocionet e bukura ose jo të bukura që kam përjetuar nga ana ime. Kështu që sot është të qenurit këtu sonte është një shpërblim edhe një kompensim për gjithë suportin e madh dhe të pazvendësueshëm që ma kanë dhënë nga atje jashtë. Edhe dua t'i them që sido që të shkojnë ata e sotme, për mua dhe për ata dhe ata e din, unë e kam fituar gjithçka që kam dashur të fitoj këtu brenda, kam treguar veten time në larmishmëri ashtu siç ata më kanë rritur, për vajzën që ata më kanë rritur, edhe i them që i dua jashtëzakonisht shumë edhe ata janë arsyeja sepse jam e fortë për të qenë deri këtu sot. Okej. Hej, zamër, falë se une edhe njëherë që kene në fore. Çfarë do t'i thuash familjes? Familjes tënde, çfarë do i thoje për finalen? Si duhet ta përjetojnë ata? Kanë metë shumë pakor, edhe le të presin Kingin. Okej, le të vi, le të presofin Kingin, edhe inshallah, shumë pakor më ka metë larg ondrës teme që këmë dosh gjithë, kështu që faleminderit këtëve. Kështu që le të presin mirë, me full emocion, normal. Që ka, shkur qips, s'kam lajsan. Mos i hynë thellit. Po se s'm ka muja s'me? Mos i hynë thellit. Po dhe? Përveç atë që e keni bërë leitmotiv ju sa ka pau, po sigurisht, përveç nënës time, uroj ta kem bërë krenare, edhe po t'jetë mërzitur, të më fali si shbën gjithmonë. Motrës time në New York, t'i them që le ta shoj natën e sotme, finalen e sotme, njësoj si atere kur të vegjël, do me thënë asilnin prindrit atë ëmbëlsirën e preferuar. Edhe gjithë familjes madhe Vasili, një falemderit për ditët e vështira kur më janë gjendur dhe më bën të para 10 vjetësh të rinis jetën time nga zero. Dhe uroj t'i kem bërë krenar, kaq. Jo pa qëllim, ju a thash të sepse sigurisht që keni ide për edicionet kaluara të Big Brother, familjarët bëhen më lojtarë se vetë ju, kur duhet për t'ju mbështetur të jashtë që një duart nuk jeni dhe përveç se ajo që ju thatë pa pasur informacion për finalen e madhe, se keni dhënë se si të gjithë shqiptarët i kanë kthyer syt nga ju dhe mezi po presin shojnë jo vetëm finalen, po dhe se cili do shpallet fituesi i këtij edicioni mes jush. E sigurt është që njëri do t'jetë fitues. Ka Erti, Egli, Gjesti ose Rozana. Dhe me qënë se jemi në këto orët e fundit që ju po kaloni në shtëpi, do ju bëjmë një pyetje të fundit pastaj për t'ju lënë përgatiteni për atë finalen e madhe. Rozana, çfarë do të mungoj më shumë nga eksperienca, nga Big Brotheri, nga ditët e tua aty brenda? Mua Big Brotheri ka mësuar të jeme drejt për drejt. Gjë që jashtë nuk kam ditur ta bëj shpeshherë në jetën time. Big Brotheri më ka mësuar t'i them gjërat ashtu siç janë. Big Brotheri më ka mësuar t'i shikojnë gjërat ashtu siç janë dhe Big Brotheri më ka mësuar të përballem me veten time dhe të them po, unë mund t'ja dalë në çdo rrethan. Faleminderit Bigut, faleminderit flotës së madhe të Top Channelit, jeni një flotë e madhe dhe unë atë që kam mësuar më tepër nga Bigu, besoj që dua ta tregoj në momentin e parë që do të hedh hapin e parë nga kjo derë. Kam mësuar
të dua më shumë veten time dhe t'i jap çdo kujt atë që meriton. Okej, faleminderit. Une? Mu kom me mungu shtëpia me këtë ngjyrat që ka pas këtë vetat, se kom hi me shpirt mana edhe më koni 100% vetja. Kështu që këtë komplet, mi përfshi këtë produksion, këtë opsionel, faleminderit shumë. Që kaq. Shumë sa na ka me mungu, komplet. Do më mungoj çdo mur i kësaj shtëpie, do më mungoj çdo kënd i kësaj shtëpie, aty ku përgatisja mëngjesin, aty ku pija kafen e parë, aty ku kam qeshur, aty ku kam qarë, të gjithë zërat që kam dëgjuar nga njerëz që nuk i kemi parë kurrë, por na duket sikur i kemi njohur për vitesh. Dhe, please, nuk të... Mua përfshi edhe këtë gjyra ka me mungu të shpisë edhe... Po, e thash atë gjën. Të gjitha, nga momenti kur kam ditur të zgjohem në mëngjes dhe deri në momentin që kam shkuar prapë për të fjetur në darkë. Është bërë shtëpia jonë, kështu që çdo cep i saj do na mungoj jashtë mase. Po, tani, të gjitha këto... Të gjitha... Po, jo, në këto vënde kemi pasur, qa të bëjmë tashi, kështu doli divani blu. Mua, ajo që do më mungoj pa fund, do jetë lajert, kujdes mikrofonin. Një gjë të vetme më lejo të shtoj, unë e thashet e njerë nëse Big Brother i vllai i madh është motori i gjithë kësaj shtëpie të madhe, benzina janë dhomat e rrëfimit dhe gjithë njerëzit që punojnë për këtë eksperiencë gjigante. Faleminderit shumë dhomës së rrëfimit, na kanë duruar, na kanë suportuar, na kanë mbajtur në, si them, në formë çdo ditë. Një duar trokitje shkon për dhomat e rrëfimit, të gjithë autorët... Zakonisht ndodhë që qytetarët edhe gjithë ndjekësit... Nuk e din këtë gjë. Nuk e din se sa shumë veta fshien nga pas për të realizuar... Autor, kameraman, regjizor... Pikërisht ato zërat që të thash, janë 4 muaj që flasim me ta, nuk i njohim kush janë, por na duket sikur kemi jetuar gjithmonë me ta. Dhe që mu shumë kanë doru balësht. Një falem. E fundit, përpara se të ndajme, me nga një fjali vetëm, çfarë do t'i thoshit gjithë bashkë udhëtarëve tuaj, gjithë banorëve të tjerë që i kërcollët nga dera e kuqe? Atëherë, unë do t'i falenderoja nga i pari tek i fundit, sepse nëse nuk do t'ishte për ta, ky rrugtim nuk do t'kishte vlerën që ka marrë sot. Çdo njëri prej tyre ka lënë një shenjë në rrugtimin tim. Një busjeshje, një lot, një këngë, një shaka, një të bërtitur, po ndonjëherë dhe ndonjë të sharë. Po pa ju, ky Gjerdani Big Brotherit nuk do rinte aq bukur në qafën e ne të katërve. Faleminderit shumë të gjithë udhëtarëve të këtij Big Brotheri. Kjo duar trokitje shkon për ta. Gjesti, çdo historie atyre që ke përcjell nga dera e kuqe apo dhe me zgarë të zi në këtë rast? Po, i falenderoj që janë kohë normal, janë kohë shumë të mirë. Po nuk ja ka dasht këtu me komrena, s'kan mujt me lujt, s'kan mujt me përballu, edhe fati i keq që ka përcjell, kështu që na si na dorëzu se t'jena këtu, i përshëndes krejt, kështu ashtu. Faleminderit. Okej, Egli? Nëse këtë finalen sot, nëse këtë ditë sot do ta shija si një puzzle, një panoram në formë puzzle-i, secilin nga lojtarët, secilin nga banorët që ka shkelur një herë këtu, do e zvendçoja me një nga ato formueset. Nëse sikur njëri prej tyre nuk do kishte qenë, diçka do ishte bosh në këtë panoram, kështu që secili ka lënë një shenjë të madhe këtu brenda për të arritur këtu ku jemi sot. Bravo të gjithëve. Ja të duar rëkasim. Unë do i kërkoja ndjes secilit për çdo çast që mund ta ke mërzitur. Dhe ta falenderoja për mirëkuptimin. Okej. Faleminderit Gjesti, Rozana, Egli, Leoni, ju them faleminderit për gjithë energjinë, edhe pozitivitetin, edhe lojën, edhe gjithë çmendurinë që keni krijuar këtu jashtë gjatë gjithë këtyre ditëve dhe mos harroni që kur Ledioni sot ju thot mirëmbrëma, keni gjithë sytë e shqiptarëve të jua. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Aika? Hej, shumë. Në pristin në mbrëmje shqiptar. Faleminderit shumë. Më falë që s'mujtë e mu përgjish mirë se shumë emocione kam, seriozisht, shumë jam me emocione të mëra. Shijoni sot në mbrëmje Gjesi. Faleminderit shumë. Duket se ka puls paktën. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tutong Shqipëri! Shqipëria! Na ndiqni sonte.
Na diqni kudo Shqipëri, Kosovë dhe gjithë Shqiptaria, kudo që është. Andra dhe me bindu që do të shihoni në maksimum, sepse ka show, spektakle në fund të ditës do kenë mundësinë që të kuptoni se cili nga ata të katër do t'jetë fituesi vetëm nga votave tuaja. Andaj votoni dhe pak orë ka mbetur dhe shihoni pafund spektaklin në Top Channel. Faleminderit! Jo, ishte shkëput nga ne, ishte shkëput. Hajde, Sikur me parë, e ndjej që ko mu bëhor. Shumë kam me folë, o vlla. Shumë kam me folë, sikur me parë. Ka me u flishtot, ka me u Ko mu bëhor. bëhor. Dy fjallë që kam binë men, o bab. Gjesti, dëgjo, ti po fitove çmimin mu më merr përkthyse. Jo, unë veç, a di çka kam me bë? Veç, në filon unë si ty për aty, fandet. Çka kimi thon kët fandet. Çka ki në fandet. Sa zi o bab çka pot. Shikoj, jemi budallis, ku po shkojmë tash? Ku po shkojmë që dolim? Kod, vim për da.